Kam kolegun Sokoldema, përshëndetje Sokol, edhe një herë, çfarë po ndodh? Janë thyer xhamat e komisariatit numër 3 teksa po shohim pamjet? Po në këtë përshëndetje, në fakt ka patur një moment tensioni pra mes protestuesve, të cilët kanë ndërhyrë në komisariatin numër 3. Këto janë xhamat dhe dëmet që janë shkaktuar dhe që mund shohin faktën për momentin. Ky është koridori pra hyrjes i pritjes së qytetarëve, i cili është shkatëruar totalisht, pra janë xhamat e dyerve tërësisht të tjera dhe të dritarëve, të cilët kanë përfunduar pra në tokë, pasi protestuesit kanë hedhur gur dhe sende të tjera të forta. Kjo është ajo çfarë mund të shihet në këto momente. Pra, ka pasur një situatë që ka agravuar pra në një moment të caktuar, duke sjellë pra edhe gjithë rëmuj e cila është prodhuar pra stok. Ndërkohë, protestuesit vjen të jenë përpara komisariatit numër 3, nuk janë shkuar, por protestuesit pra për krijuar një situatë të vështirë. Situata gjithsesi në momentin paraqitet të e qetë se janë forca të ndërhyrjes së shpejtë, saktëtare sigurisë të cilët janë pra të dislokuara në ambientet përpara komisariatit, duke bërë të mundur pra edhe mos të hymin protestuesve për vijuar më tej për të dela në komisariat. Sigurisht që protestuesit të vijojnë të qëndrojnë edhe tani që flasin përpara komisariatit, thirrjet janë të shumta nga ana tyre, ndërsa sigurisht që policia pra po merr situatën në dorë, edhe pse për disa çështje tashmë situata duket të jetë pak më e qetë. Komisariati numër 3 është në përgjendje të paktën për momentin, të paktën efektive të forcave kombëtare të sigurisë që janë diskutuar për momentin po ruajnë paktën të tij. Gjithsesi, protestuesit duket se nuk heqin dorë pra paktën deri më tani. Duhet të them se gjithë salla e pritjes pra të qytetarëve këtu në komisariatin numër 3 është e shkatëruar pakun sa i përket hyrjes së xhamave, pasi një pjesë të protestuesve pra kanë mundur që të deportohen pra të hyjnë në ambientet